Selim Bollati u shpall fituese e edicionit të 5 të Big Brother Albania VIP duke sfiduar 3 djemtë që ishin atë finale bashkë me të Simirin, Mateon dhe Rogertin. Ajo që dua të komentoj për finalen që më la shije të hidhur në disa pjesë do t'i jap në këtë diskutim në Troçmi Redin, por fillimisht nuk bie dakord në mënyrë kategorike me podin e finales që ishte Selin dhe Miri. Padyshim në atë pod si unë, por edhe me mira të tjerë shikuan dhe duhet të ishte me patjetër Mateo, për djalin jo vetëm që theu çdo sondazh në rrjetet sociale, për djalin jo vetëm që fitoi simpatin maksimale të audiencës me qëndrueshmërinë e tij, me qytetarin, me djalin fisnik, me djalin që nuk lukund kur parimeve të tij, që ishte i drejtë, që nuk bëri intriga, që bëri një lojë me veten e tij, pa maska dhe pa këto marifetet e shumtuara që kemi parë gjatë këtij edicioni, ku më së shumti ishte faktor ndikues dhuna, një djalë i cili kishte një energji në vaj pozitiv, padyshim që fitore më të madhe e ka publikun, e ka audiencën. Kjo shikohet dhe në videon që ai ka hedhur në Instagram para pak një ore, duke marrë një shikueshmëri të lartë, pëlqime, komente masive, dhe padyshim ai duhet të ishte në podin final, e sa i takon fitore, sigurisht që të gjitha rrugët do të çonin tek Selin, duke qenë një lloj kryefjale apo dhe një lloj moll sherri në këtë Big Brother, nisur nga krevati, por edhe ajo ka treguar që është një vajzë guximtare, luftarake, disa tipare duhet i themi, edhe pse për mua ka bërë disa gabime që uroj që me pjekjen e saj në skenë të mos i ketë, siç është arroganca, fodulloku, por edhe një lloj eskalimi që e kishte në raport me vajzat në shtëpi, kryesisht me Juelën. Por nuk jam këtu për të folur se çfarë kanë bërë banorët përgjatë rrugtimit të tyre në Big Brother, por për të ndarë disa mendime dhe ide në atë që unë pash në finale. Fillimisht mu duk një surprizë shumë e vakët që i bën Mateos, që takoi vetëm babaj në skenë dhe asgjë tjetër. Për mua nuk ishte pse do të bënin këto lloj diferencime, ndërkohë që ke një lojtar që ka sjell për formatin miliona lek, euro, kudo, që është votuar masivisht për të, si në Europë, në Amerikë, në Australi, në Kanada, kudo që ka këmbë shqiptari, kanë votuar në mënyrë të frikshme për Mateon dhe për mua, për të vlerësuar të gjithë këtë publik të madh që ka suportuar, ka pëlqyer dhe ka votuar këtë djalë të ri që nuk u lukund nga ato që unë thash, padyshim që duhet të ishte trajtuar siç u trajtuan dhe surprizat e tjera. Ana tjetër që më bëri përshtypje është që u prit deri pothuajse në fund për të nxjerrë finalistin e 4, finalistin e 3 dhe më pas në podin kokë më kokë, dhe për herë të parë çudia u ndan të 4 banorët në ambiente të ndryshme të shtëpisë. A mos vallë kjo ishte për të eliminuar një lloj tensioni apo një lloj reagimi të pa menduar apo befasues që mund të kishte Rogerti? Kjo është një pikë pyetje, por për sa kohë banorët u ndan në dhoma dhe nuk kishin kontakt me njëri tjetrin kur u shpall finalisti që doli në vend të 4, siç ishte Rogerti, mund të ketë qenë kjo një arsye pse produksioni veproi kështu dhe e organizoi këtë pjesën se si do të shpallin finalistët, pra në vendin e 4 dhe në vendin e 3, që pa diskutim nuk duhet të ishte Mateo, por sidoqoftë e mira e Big Brotherit është se çfarë do të bësh next, çfarë do të bësh pas, për sa kohë ky djalë ka mbështetje, suport real nga çdo grupmor që e kanë pëlqyer për gjithë ato parimet që unë i kam renditur, me thënë të drejtën, edhe për gjatë këtij rrugtimi që Mateo ka bërë në Big Brother, si në këto video Troçmi Redin në Instagram, në Instastory, por edhe ku kam qenë pjesë e paneleve në emisione, por padyshim dua të mbetem edhe tek një detaj që më bëri përshtypje. Kur u shpall Mateo finalist i 3, sigurisht që befasia e Brikenës ishte e shtangur, siç ishim ne të gjithë, por nga ana tjetër dhe suporti që ai dha Selin, duke i thënë fitoje, ti e meriton, pra nuk ishte si, le të themi, personat e tjerë që mund të kundërshtonte vendimin e publikut, por u shfaq në atë që ai ka treguar dhe për gjatë këtij rrugtimi shumë babaxhan dhe falenderues për mundësinë që u dha, për më së shumti falenderues për mbështetjen, dhe pse ai, siç e theksoi në këtë videon që ka publikuar pak orë më parë në Instagram, nuk e ka haberi fare, nuk e ka ide se çfarë është bërë për të, për popularitetin që ai ka fituar tek shqiptarët, kudo që ata janë, jo vetëm në rrjetet sociale duke thyer çdo sondazh, siç u shpreha
mos e shumti kohët e fundit, 2 javët e fundit që kishte kudo sondazhe për të shprehur opinionin e vet publiku se kë donin të shikonin fitues, por nga ana tjetër tregoi dhe atë qytetarin djalin me parime dhe që nuk shkoi në kallë të gabuara, por më bëri përshtypje dhe qasja e mirë që iku direkt nga skena. Jemi mësuar në edicione të Big Brother, ku në podin final, personi që nuk fitoi, që doli në vend të dytë, i shtrëngon dorën e përqafon dhe i uron suksese, edhe pse Miri fillimisht iku nga skena, u desh Ledioni që ta thirrte që të merrte çekun prej 10.000 eurosh dhe sigurisht një dorë e lehtë që ja dha Selin dhe ky që e uroi shumë ftohtë. Është e kuptueshme, por nuk është veprim i duhur për një njerëz që thotë un kam vite në skenë që të dalin në këtë anën e tij, përsa kohë është folur kaq shumë që Miri është një qytetar, veçse në finale dhe në këtë episod nuk e tregoi veten qytetar. Sigurisht që egoja për të fituar është e madhe, por në fund të ditës të pranosh realitetin, je më në këmbë në tokë dhe je më pranë asaj që ti ke synuar të jesh dhe në atë që të zhveshur nga të tjerët përgjatë një rrugtimi 4 mujor me propagandë nga jashtë për të qenë ti fitues. E kuptoj të gjithë revoltën që kanë mbështetësit e Mateos që kërkojnë që të hapen kutitë e votimit, siç është bërë rëndonte edhe në zgjedhje, por sidoqoftë impakti u kuptua që në ditën e parë të krijimit të krevatit që ky krevat do të shkonte edhe në finale, po edhe vetë podi final nuk ishte madhështor si herët e shkura, nuk e kishte atë ndjesin apo edhe emocionin siç ishte qoftë edhe vitin e shkuar, ku ishte Rozana dhe Gjesi që kishte një lloj tjetër qase, një tjetër adrenalin, por sidoqoftë ishte e menduar që të bënte brenda shtëpisë Top Channel dhe pa shkuar jashtë, pa pasur një, le themi, një glamur, ishte një pod me finesë, por jo një pod madhështor. Por një detaj që më ka bërë shumë përshtypje është që nuk u fikën dritat e shtëpisë. A mos vadi lan hapur se aty është boli. Sigurisht që Arushi është bërë një temë shumë e diskutuar në këtë Big Brother, ai sa ka marrë një lloj populariteti, po ta shikosh edhe në Instagram ka ende foto që postohen sikur është ai, por sidoqoftë vëmendjen e ka fituar dhe padyshim është bërë një faktor për çiftin Briteo, të cilët po shikojnë bashkë edhe pse nuk po ndajnë shumë me audiencë dhe me ndjekësit e tyre, sidoqoftë janë këto ditët e para pas finales ku njeriu ka nevojë të marrë veten, të kuptojë më qartë se si është parë në realitet dhe të kalojë më shumë kohë pranë familjes, është e kuptueshme edhe pse vëmendja dhe kurioziteti i audiencës është i madh për t'i parë tani më në jetën reale, pa atë trysnin e kamerave dhe pa trysnin e asaj që quhet lojë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Një tjetër detaj që nuk e dini është që në finale nuk kishte grupa tifozësh, por ishte publiku përhershëm që ka qenë në prajmit e Big Brotherit, si dhe student nga universitetet në Tiranë. Pra ka qenë të përzgjedhur, ka qenë me listë dhe nuk ka pasur, le të themi, suport nga jashtë, por se familjarëve që kanë qenë në numër të reduktuar për të qenë pjesë e studentëve. Por çfarë tregoi ky Big Brother 5? Sigurisht që tregoi një lojë të egër, një lojë ku kishte mbizotërim të dhunës, qoftë fizike, por edhe mentale, të një presioni të vazhdueshëm që kishin lojtarët ndaj njëri tjetrit për të qenë agresiv, për të qenë ulës edhe për të qenë goditës, duke menduar që kështu do të fitojnë pikë. Por në fund të ditës, ajo çfarë ne kuptojmë dhe kemi mësuar sa herë që kemi një Big Brother kur është finalja dhe bëhet një lloj rezumeje, është që publiku pëlqen dhe mbështet personat autentik, personat që nuk kanë një loje të keqe, personat që janë vetvetja, që luftojnë për t'ja dalë në jetë, edhe Big Brotheri është një lojë ku ti je përballë sfidave dhe për të qenë përballë këtyre do të vendosësh të jesh lojtar apo të jesh një njeri. E në fund të ditës, sa herë që ka Big Brother, sa herë që mbyllet ky edicion, do të shkojmë tek personazhet që më së shumti janë njerëz që janë real, që japin ndjesi të vërteta dhe që e bëjnë një luftë të pastër dhe jo një luftë me intriga, me aleanca të fsheta, me informacione nga jashtë, edhe pse stereotipi produksion është gjithmonë pjesë e mendimit të audiencës që këta të fundit përfshihen duke dhënë direktiva apo dhe duke krijuar situata në lojë, por për sa kohë është kjo vëmendje maksimale, për sa kohë është ky popularitet, sigurisht që
banorët do të mendojnë edhe për të dalë nga vetja, e ku dalin nga vetja atëherë përballen me gjykimin e publikut, por sidoqoftë është një Big Brother ku më së shumti u dhanë dhe duhen të merren vetëm mesazhe që rinia duhet të luftojë me parime për vendin ku synon të jetë, duhet të luftojë me veten, të mos ketë komplekse për të menduar siç thot bota, por t'i futet një rrugë, siç mund t'i futesh detit me këmbë, por mbi parime, duke qenë vetvetja, të luftosh me dinjitet edhe të mos bësh kapërcime që do të mbajnë mend gjatë për sa kohë je pjesë e ekranit e për sa kohë jeton në një realitet ku edhe pse themi çudia më e madhe 3 ditë zjat, por nuk harohen të gjitha ato që ti ke bërë në një format shumë të shikuar dhe shumë të komentuar si Big Brother. Interesante do të jetë tani më si do të kanalizohen banorët ata që kanë qenë më së shumti kryefjalë dhe që kanë vëmendjen maksimale të publikut, si do të alternohen në ekran apo do të jenë pjesë ende e skenës roz, për këto kohë sigurisht ata do të jenë dhe do të prodhojnë lajm, por sidoqoftë dua të mbeten tek energjia pozitive dhe jo tek ajo shija që më la, siç e përmenda fillimisht, që nuk ishte në podin final. Mateo, padyshim, ky djalë i ri tregoi edhe një herë tjetër në këtë edicion të Big Brotherit se të kesh karakter, të jesh i qëndrueshëm, të jesh autentik, të jesh miqësor, të jesh një person që di të dhuroj dashuri dhe të luftosh për këtë dashuri, duke mos qenë, le të themi, i qepur pas një vajzeje, por ta zgjedhësh këtë vajzën dhe të qëndrosh me dinjitet, për mua këto janë fitore që padyshim Mateo, Brikena, të gjithë të tjerë do të kuptojnë nga dita në ditë, nga java në javë, që padyshim janë pëlqyer, janë mbështetur dhe do ta kenë sërish suportin e publikut. Do doja të dija si e pata të finale, surprizat, komentet e banorëve, por më kryesorja mos harroni edhe t'i bëni subscribe kanalit ton Koajo në YouTube.